Cilat janë argumentet atyre të cilët thonë është detyrë, si kurbani dhe përrjedhoj dhe ky rregulli që përmendëm, mos prerje thonjve dhe shkurtimi flokëve, dhe cilat argumentet e palës tjetër që thotë vetë kurbani është sunet dhe përrjedhoj dhe këto tjerat janë sunet. Atëherë, sipas Imam Ebu Hanifes, Imam Malikut dhe ulemave të tjerë, ata kanë marrë një hadith të përcjellur nga Ebu Hurajra, i cili na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men wajada sa'atan li an yudahhi falam yudahhi, ai i cili ka hapësirë, ka mundësi të bëj kurban dhe nuk e bën kurbanin, ai nuk duhet të afrohet tek namazgjaja jon, vendi i faljes. Pra bëhet fjalë namazi i kurbanit falet në shesh. Kështu ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra po të shikosh, argumenti thotë, në kush nuk e bën kurbanin, ai nuk mos i afrohet, domethënë namazgjas ton, atë që ka detyrë. Çfarë kanë thënë ulemat e hadithit? Ky hadithi përcillet si thënie profetike, përcillet dhe si thënie e Abu Hurerës. Tani ta marrim vesh, është thënie profetike apo është mendimi e Abu Hurerës? Imam Daraqutni, Imam Bahiqiu dhe plot kolos të tjerë për imamëve të hadithit, kur kanë pas zinxhirin e këtij hadith, kanë thënë që nuk është e saktë si thënie profetike, por është e saktë si thënie e një sahabiu. Dhe nëse është thënie sahabiu, është mendim prej mendimeve. Nëse nuk kemi argument tjetër, mund të merret si mendim. A nëse kemi argument, atëherë nuk e morim mendimin e Abu Hurerës. Andaj dhe Imam Shafiu, Imam Ahmedi dhe kryesisht domethënë xhumhuri, pra shumica e ulemave të tjerë, kanë marrë për argument hadithin e Muslimit nga Ummu Salame, që unë përmenda pak më parë, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur të futet muaji Dhulhijja wa arada ahadukum an yudahiya, dhe dëshiron dikush për ju që të bëj kurban, atëherë mos prek thonjë të thot dhe mos të shkurtoj flokët e tij dhe qivet e tij. Çfarë kuptojmë nga kjo? Thot Imam Shafiu në librin e tij El thot që ky është argumenti i qartë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurbanin ta ka lënë në dëshirë dhe nuk ta ka thënë në formën urdhërore. Dhe duke qenë se ta ka lënë në dëshirë, pra është suneti i profetit që ti ta veprosh atë vepër dhe nuk e ke detyrë dhe nuk është vajxhib. Dhe përrjedhoi rregulli që ka ardhur në të njëjtin hadith që ti nuk duhet shkurtosh thonjt dhe as flokët apo të heqësh qimet në trupin tënd, përkon me vetë rregullin e kurbanit. Nëse kurbani nuk është detyrë, edhe kjo nuk është detyrë. Përse e themi këtë? Arsyeja e parë është se për të ditur shariatin tonë, si qarkullojnë argumentet dhe për të konceptuar me fe, sepse ne nuk do rrim gjithmonë te aja, do të marrim, domethënë, dhe metodën e argumentimit në tekstet shariatike. Kjo është e para. E dyta, mos ja shtrëngoni njerëzve shariatin fen e Zotit, kur ajo është sunet dhe ju bëni detyrë. Kemi njerëz që punojnë në ministri, kemi njerëz që punojnë në institucione të ndryshme, kemi njerëz të cilët domethënë shkojnë dhe vinë me njerëz të cilët nuk e kanë atë hapësirën që kanë gjithë njerëzit e tjerë. Mos harrojmë që dikujt i rriten qimet më shumë dhe më shpejt se dikush tjetër. Atëherë i bën që ky të ketë probleme në institucion, e ka lejuar shariati nëpërmjet këtyre argumenteve. A nëse është e mundur që ti ta zbatosh sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zbatoje. Mos i shkurto thonjt, mos i shkurto flokët, mos u pastro me i fen trupin tënd sa të kaloj ky 10 diçi, edhe u kryq çështja. S'ka asgjë të keqe. Pra, është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë anën konceptuale të urdhëresave dhe këshillave porosive në tekstet shariatike të cilat kanë ardhur, domethënë, në shariatin tonë.